Të nderuar Ancona. Lerojnë dëshmorin me 1 minutë heshtje. Lavdi. Fonia hapse e këtij tubimit fillon për 1 minutë. Ngritët flamurit. Çandër, hëro! Të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjithat e duke u betuar, ta lidhin besën për shpëtim. Dhe veçania ndohet
nderuar të pranishëm, fillimisht më lejoni që të bëj një falendrim të veçantë për trupën ceremoniale të FSK-s për ngritjen e flamurit. Ndërsa tani do të ndjekim një këngë origjinale të kompozuar nga mësimdhënësja Bleona Halimi për nder të dëshmorit Kenan Halimi, ndërsa do të interpretohet nga kori i shkollës. E nderuar familje e dëshmorit Kenan Halimi, të nderuara familje të dëshmorëve, të respektuar përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i nderuar Ministër i Mbrojtjes Zotri Ejup Maqedonci, nënkretari i Komunës së Vitis Zotri Hasan Alia, të nderuar ish deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të ushtrisë son, forcës sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës, përfaqësues të partive politike, të dashur bashkëvendas të skifterajt e Vitis dhe gjithë ju të pranishëm të tjerë. Ka tokë që rrit grur, e ka tokë që rrit pem, por toka këtu në skifteraj ndër vite ka rritur dhe vazhdon të rrestrima. Ka rritur burra e gra që lirin nuk e pritën si dhurat, por e shkruan me gjakun e tyre mbi muret e historisë. Sot, një bir i shuar i kësaj treve, djali i Bacës Idris, po kthehet në shtëpi i gdhendur në bronz, për të mos lëvizur kur më si roje e lirisë son. Sot, po shpalosim shtatorën e dëshmorit të kombit, Kenan Halimi. Kur flasim për skifterajn, flasim për një kështjell të pamposhtur të qendresës. Kenan Halimi nuk ishte vetëm në këtë rrugtim të lavdis. Ai ishte pjesë e një plejade heronjsh që ky fshat ja fali atë dheut. Ndaj sot, përkulemi me respekt të thellë edhe para kujtimit dhe veprës së dëshmorëve të tjerë të skifterajt, si Hoxh Jono Zejnullahu, Bafti Haxhiu, Shabi Kajolli dhe Selami e Mehmet Ismaili. Këta emra janë themelet e lirisë
që ne e gëzojmë sot. Andaj, të nderuar të pranishëm, ju ftoj të gjithëve që me 1 minutë heshtje të nderojmë gjakun e dëshmorëve dhe të rëndëve për liri. Lavdi. Institucionet e dijes janë vendi më i mirë ku mësohet dhe kultivohet kujtesa jonë historike. Për shkollën tonë, kjo ditë ka një peshë të dyfisht dhe të veçantë, sepse përpos që jemi bashkuar për nderuar dëshmorin Kenan Halimi, ajo shënon edhe ditën e themelimit të saj duke e lidhur përjetësisht rrugtimin e dijes me emrin e lirisë. Andaj, për të na drejtuar me një fjalë përshëndetse, ftoj drejtorin e shkollës, zotrin Eshref Sadiku. Përshëndetje për të gjithë, të nderuar familjar të Kenan Halimi, të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Policia e Kosovës, FSK, përfaqësues të partive politike, përfaqësues të institucioneve fetare dhe ambasadori i paqes, më duket se e pash pak më herët. Të respektuar veteran të arsimit, veprimtar të çështjes kombëtare, mësimdhënës, mësues dhe ju të tjerë të pranishëm. Sot është dita e veçantë për shkollën tonë dhe për fshatin tonë. Jemi mbledhur për të shënuar ditën e shkollës Kenan Halimi, për të ndërtuar kujtimin e dëshmorit të kombit dhe për të zbuluar shtatorën e tij, si simbol i përjetshëm i sakrificës, guximit dhe dashurisë për adhuron. Shkolla jonë ka një histori të gjatë dhe krenore, që nga hapja e saj me 12 dhjetor 1946, ajo ka qenë vatër e dijes, edukimit dhe formimit të brezave të tërë. Në për dekada ajo ka përballur sfida të shumta ashtu si edhe vetë populli ynë, duke mbetur gjithmonë një fortesë e arsimit shqip dhe vlerave kombëtare. Nga shkolla jonë ndër vite kanë dalë gjenerata nxënësish që kanë dhënë kontribut të çmuar në fusha të ndryshme të jetës shoqërore dhe profesionale. Ish nxënësit tanë janë bërë kuadra të suksesshëm në arsim, në shëndetësi, administrat, biznes, kultur, sport e profesionet të tjera të rëndësishme. Me punën dhe përkushtimin e arritjeve të tyre, ata kanë përfaqësuar denjësisht shkollën tonë dhe kanë kontribuar në zhvillimin e shtetit dhe të shoqërisë në përgjithësi. Kjo traditë suksesi mbetet një motivim dhe frymëzim për brezat e ri që ndjekin rrugën e dijes në institucionin tonë. Në historinë e kësaj shkolle është gdhendur gjithmonë edhe emri Kenan Halimi. Ai ishte një djalë i ri nga kjo trevë, i cili në kohën kur Kosova kishte më së shumti nevojë për bijtë e saj, zgjodhi rrugën e nderit. La jetën e sigurt në Morgem dhe u bashkua radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të luftuar për lirinë e popullit të vet. Në 13 qershor 1999, në ditët e çlirimit të Kosovës, Kenan Halimi ra heroikisht në Suarik, duke u bërë pjesë e përjetshme e historisë sonë kombëtare. Sakrifica e tij dhe të gjithë dëshmorëve bëri të mundër
që ne sot të jetoj të lirë, të mësojmë në gjuhën tonë dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë në paqe. Pikërisht për këtë arsye emri i tij u dha shkollës sonë në vitin 2003, që nga ajo kohë çdo sukses i nxënësve tanë, çdo arritje mësimdhënësve dhe çdo hap përpara i këtij institucioni mban në vete edhe përgjegjësinë për të nderuar emrin që ka shkolla jonë. Sot, me zbulimin e shtatorës së dëshmorit Kenan Halimi, ne nuk po vendosëm vetëm një monument. Ne po vendosim një kujtesë të përhershme për brezat që vijnë. Kjo shtatore do të tregojë nxënësve tanë se liria nuk ishte dhuratë, por fryt i sakrificës së njerëzve që e deshën atë dheun më shumë se vetveten. Detyra jonë është që kujtimin e dëshmorëve ta ruajmë jo vetëm me fjalë dhe ceremoni, por me punë, me dije, me edukim dhe me përkushtim ndaj vlerave për të cilat ata dhanë jetën. Kjo është mënyra më e mirë për të nderuar Kenan Halimin dhe gjithë ata që sakrifikuan për vendin tonë. Në fund më lejoni t'i falenderoj të gjithë ata që mundësuan realizimin e këtij projekti. Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë donatorët, Këshillin iniciues, Këshillin e fshatit, Këshillin organizativ, Këshillin e arsimtarëve, si dhe kryetarin e komunës që mundësuan realizimin e këtij projekti që shumë të rëndësishëm jo vetëm për shkollën tonë, po për mbar fshatin e Mëgjer. Lavdi dëshmorit të kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve të lirisë, urime dita e shkollës Kenan Halimi. Të nderuar të pranishëm, për të kuptuar më shumë se kush ishte Kenan Halimi, sot përpara jush kam nderin dhe kënaqësinë që të lexoj biografinë e tij. Kenan Halimi lindi më 6 prill 1978 në fshatin Skifteraj të komunës së Vitis, në një familje shqiptare me tradita adetare dhe ndjenja të forta patriotike. Ai u rrit në një periudhë të vështirë për popullin shqiptar të Kosovës, kur liria dhe të drejtat kombëtare mohoheshin nga regjimi serb, që në fëmijëri u dallua për sjelljen e tij shembullore, karakterin e qetë, respektin ndaj familjes dhe dashurinë për atë dheun. Arsimin fillore nisi në vendlindje, ndërsa në moshën 11 vjeçare së bashku me familje u shpërngulën në Gjenevë të Zvicrës. Në Zvicër ai vazhdoi shkollimin me sukses dhe u përshtat shpejt me jetën e re. Megjithatë, largësia nga vendlindja nuk e zbehu asnjëherë lidhjen e tij me Kosovën. Kenani ndiqte me shqetësim zhvillimet politike dhe vuajtjet e popullit shqiptar, duke mbetur gjithmonë i lidhur me komunitetin shqiptar në Mërgim. Ndërsa gjendja në Kosovë rëndohej dhe lufta çlirimtare po merrte përmasa gjithnjë më të mëdha, tek ai forcohej bindja se duhej të jepte kontributin e tij në çlirimin e vendit. Kur ushtria çlirimtare e Kosovës mori përsipër barrën e rezistencës së armatosur, Kenani mori vendimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Ai la jetën e sigurt dhe të qetë në Zvicër dhe u nis drejt Shqipërisë për t'u bashkuar radhëve të UÇK-s. Përgatitjet ushtarake i kreu në kampet servitore të Kalimashit dhe Babinës afër Tropojës, ku tregoi për kushtim, disiplinë dhe vendosmëri të jashtëzakonshme. Më 28 nëntor 1998, në ditën e flamurit, së bashku me rreth 1000 luftëtar të stërvitur, ai kaloi kufirin dhe hyri në Kosovë. Fillimisht u vendos në Breshancë të Therandës dhe u sistemua në brigadën 123 të zonës operative të Pashtrikut. Në fillim shërbeu si pjesëtar i policisë ushtarake, ku dallua për korrektësi dhe përgjegjësi.
Më vonë ju bashkuar njësi speciale, diverzanto vëzhguese Kitrat, e cila veprante nën komandën e brigadës 123 dhe konsiderohej një ndër njësitet më aktive të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë rajon. Gjatë luftës, Kenan Halimi mori pjesë në shumë aksione dhe beteja në zonën e Therandës dhe fshatrave përreth, si Studentçan, Sementisht, Dobërdëlan, Samadreq dhe Peçan. Bashkëluftëtarët e kujtojnë si një luftëtar të guximshëm, të vendosur dhe gjithmonë të gatshëm për të kryer detyrat më të vështira. Ai ishte shembull disiplinës ushtarake, i solidaritetit me shokët dhe i respektit ndaj popullatës civile. Një nga betejat më të rëndësishme ku mori pjesë ishte ajo e zhvilluar më 25 dhe 26 mars 1999 në Peçan. Në vendin e njohur si Te Arrat, ai dhe bashkëluftëtarët e tij zhvilluan luftime të ashpra kundër forcave serbe, duke treguar trimëri të jashtëzakonshme dhe duke u shkaktuar armikut humbje të konsiderueshme. Po ashtu, gjatë muajit maj të 99-s, ai mori pjesë në një aksion të suksesshëm kundër forcave serbe, të vendosura në shtëpinë e Ymer Elshanit në Peçan, aksion që përfundoi me sukses për luftëtarët e UÇK-s. Pas shumë muajsh luftimesh të pandërprera, erdhën ditët e çlirimit të Kosovës. Më 13 qershor 1999, njësiti ku bënte pjesë Kenan Halimi mori pjesë në sulmin ndaj post-bllokut policor në Therand. Pas luftimeve të ashpra, luftëtarët e UÇK-s arritën të vendosnin flamurin kombëtar mbi post-bllok, duke shënuar një fitore simbolike dhe historike. Qyteti po çlirohej dhe gëzimi i popullit ishte i madh. Mirëpo në orët e pasdites pranë parkut të Lirisë dhe urës së qytetit u dëgjuan sërish të shtëna armësh. Pa hezitim, Kenani mori armën e tij dhe u drejtua drejt vendit të luftimeve. Në përballjen e ashpër që pasoi me forcat serbe në tërheqje, ai u godit për vdekje, duke rënë heroikisht më 13 qershor 1999, në ditën kur liria po hynte në Kosovë. Rënja e tij u përjetua me dhimbje të thellë nga familja, bashkëluftëtarët dhe i gjithë populli shqiptar. Megjithatë, sakrifica e tij u bë pjesë e historisë së lavdishme të luftës për çlirimin e Kosovës. Për nderuar jetën dhe veprën e tij, në vendin ku ai ra në Therand, në qendër të qytetit të Suarekës, është ngritur një monument përkujtimor. Gjithashtu, shkolla e fshatit të tij të lindjes mban emrin Kenan Halimi, ndërsa çdo vit organizohen aktivitete përkujtimore, homazhe dhe manifestime kulturore e sportive në nderim të figurës së tij. Jeta e Kenanit është historia e një të riu që, megjithse kishte mundësinë të jetonte i sigurt larg luftës, zgjodhi t'i përgjigjej thirrjes së dheut. Ai zgjodhi sakrificën në vend të rehatisë, detyrën në vend të interesit personal dhe lirinë e popullit të tij mbi gjithçka tjetër. Për këtë arsye, ai mbetet një simbol i përjetshëm i trimërisë, patriotizmit dhe dashurisë për Kosovën. Lavdi i jetës dhe veprës së dëshmorit kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve që sakrifikuan jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, tani për ta nderuar këtë rrugtim të lavdishëm përmes artit dhe këngës, nxënësia Alina Sadiku do të interpretoj këngën kushtuar dëshmorit Halimi e titulluar O Adhe.
Halimi. Ti bëjnë dhe flamurin, ta nderojnë vatanin, o atë, po na thëret Kenani. Edhe n'lindjes time, njarë si angresani, o atë, po na thëret Kenani. Oj vendlindja ime, ti ne s'do qërshor, nga gjithë shqiptaria po të sjeli vizitor. Në Gjenevë vështën jehona, na dit se po vinë bashkë të luftojnë, na për trojet tona. Ti bëjnë dhe flamurit, ta nderojnë vatanin, o po na thëret Kenani. Edhe n'lindjes time, larti angresani, o po na thëret Kenani. Oj vendlindja ime, ti ne s'do qërshor, nga gjithë shqiptaria po të sjelim vizitor. Thëret me sa Kenani. Faleminderit shumë. Mbar skiftera i ndihet krenar, por natyrisht edhe krye lart. Andaj për të marrë fjalën në emër të vendlindjes së dëshmorit Kenan Halimi, ftoj për një fjalë rasti kryetarin e fshatit, zotrin Demush Sadiku. Të ndëruar përfaqësues të pushtetit qendror dhe pushtetit lokal, e ndëruara familja e dëshmorit Kenan Halimi, të ndëruar veteran bashkëpunëtar, përfaqësues të organizata të dalën nga lufta OÇK-s, të respektuar mësimdhënës, nxënës, bashkëfshatar, bashkëadhetar nga Mërgata dhe të gjithë të tjerët të pranishëm. Në emër të Këshillit të Fshatit, ju falenderoj për pranimin tuaj në këtë ditë të veçantë, kur po bëjmë shpalosjen e shtatorës së Kenanit dhe ditën e shkollës. Sot po përmbyllet një nismë e suksesshme që lindi nga dëshira dhe përkushtimi për të nderuar në mënyrë më të denjë birin e fshatit tonë i cili dha jetën për lirinë e Adhëut. Kjo iniciativë u ndërmarr nga një bashkëadhetar i yni në Mërgat, së bashku me veteranët dhe Këshillin e Fshatit, të cilët formuan këshillin iniciator dhe bën hapat e parë drejt realizimit të këtij projekti.
Me pas kësaj nismës, ju bashkuan me zemër të madhe qytetarët e fshatit, bashkëdhëtarët tanë të nëmërgat, shoqata, miq, donator të shumt edhe jashtë fshatit tonë. I falenderojmë të gjithë ata që kontribuan në çfarëdo forme për realizimin e këtij projektit dhe organizimin e këtij manifestimi. Sot para nesh kemi një vepër që nuk përfaqëson vetëm kujtimin e një dëshmorit, por edhe bashkimin e një komuniteti të tërë rreth vlerave të lirisë, respektit dhe mirënjohjes. Pranë vendit ku prehet dëshmori dhe para shkollës ku edukohen brezat e rinj, kjo shtatorë do të qëndrojë si dëshmi e përhershme e sakrificës së tij dhe respektit tonë ndaj saj. Kjo nuk është vetëm shtatore e dëshmorit Kenan Halimit, kjo është vepër e përbashkët e fshatit, veteranëve, mërgatës, e ngritur pranë varrit të tij dhe para shkollës, për të lidhur përgjithmonë sakrificën, arsimin dhe brezat e rinj. Lavdi e përjashme dëshmorit e kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve. Faleminderit. Gjurmë në histori fillon natyrisht nga një vullnet dhe një nismë e palodhur. Për të na folur rreth rrugtimit dhe realizimit të këtij projekti të shenjtë, ftoj përfaqësuesin e Këshillit Iniciues, zotrin Uk Salihu. Mirëdita të dashur të pranishëm, e dashura familje Halimi, i dashuri Ministri Mbrojtjes, të gjithë ju luftëtar e bashk luftëtar të Kenan Halimit. Sot për fshatin tonë është një ditë shumë e fortë, shumë e bukur, shumë me diell dhe çdo shka po lulëzon. Po lulëzon pranë shtatorës të cilës që 27 vite i ka mungu këtij vendi. Ftyra e Kenanit është një kthejs e madhe për fshatin tonë, shton bukurinë gjithandej gjithëve dhe këtu sot një vit ka filluar edhe gur themeli i shkronjave të OÇK-s në kodrën e OÇK-s që Kenan Halimi do t'i ketë gjithmonë në sy. Dy vepra të cilat janë lidhë gjithmonë dhe lidhen për gjithmonë. Dy vepra të cilat na bashkojnë gjithë shqiptarinë anën kam botës dhe globit tonë. Unë sot i falenderona familjes Halimi që me vullnetin e tyre të pandalshëm gjithmonë na i bënën fshatin me një memorial të një dëshmorit të Republikës tonë. Për këtë arsye në emrin tim dhe në emrin të Këshillit Iniciues i falenderona shumë. Fshati jonë në gjithë komunën e kena vetëm fshati jonë këtë fatë. Faleminderit shumë që jeni këtu. Lavdi gjithë dëshmorëve, lavdi dita e çlirimit Kosovës, si gjithmonë pa prindët tanë dhe udhëheqët tanë po na i mbajnë pa drejtësi. Ne piktuit i përshëndes të gjithë ata në Hagë, si harroj kurrë, dhe i liroj gjithmonë vjerim sa më shpejt dhe pa ata nuk ish as ditë të çlirimit të Republikës Kosovës. Faleminderit që jeni këtu, lavdi gjithë dëshmorëve, faleminderit edhe një herë. Kalofshi mirë. Një fjalë përshëndetje radhënja kaloi në kryetarit të komunës së Vitis, zotrit Hasan Alia. E nderuara familje Halimi, të nderuar veteran dhe bashkëluftëtar të ushtrisë ligjore të Kosovës, kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitis,
drejtor drejtorive komunale, drejtor të shkollave, policia e Kosovës, ushtria e Kosovës, FSK, respektuar familjet të dëshmorëve, invalid dhe pjesëtar të organizatave të dalura nga lufta, përfaqësues i klerit fetar, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, ish deputet Parlamentit të Republikës Kosovës, përfaqësues në Ministër në detyrë i mbrojtjes Zoti Maqedonci, shoqata e burgosënve politik, mësafirë, mësimdhënë, zënës dhe qytetarë të komunës Vitis. Më lejoni që me një përshëndetje veçantë ti përshëndes musafirët nga Suareka, bashkë luftëtarët e Kenan Halimit. Jemi këtu në Skiftera në një ditë të veçantë për të nderuar një nga bitë më të mirë të kësaj treve, dëshmorin e kombit Kenan Halimi. Emri dhe veprat të cilët tashmë do të jetojnë edhe përmes kësaj shtatore që po e prororojmë sot. Shpalosja një shtatore nuk është thjesht vendosja një monumenti në një hapësirë publike. Është ngritje kujtesës sonë kolektive, është shprehje mirënjohjes së një populli për ata që sakrifikuan gjithçka për lirinë që e gëzojmë sot. Kenan Halimi ra dëshmor në ditët vendimtare të luftës për liri, si vjet bëhen 27 vite nga rënja heroike e tij. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 dekada e gjysmë, kujtimi për të mbetet po aq i freskët dhe po aq i gjallë në zemrat tona. Ai ishte biri i familjes Halimi, djali Bacit Idris, një mërgjimtar i njohur që asnjëherë nuk e harroi vendlindjen dhe që me mundin, djersën dhe kontributin e tij mbeti i lidhur ngushtë me atë dheun. Nga kjo familje ndershme adhetare u rrit edhe Kenani edukuar me dashurinë për kombin, për vendin dhe për lirinë. Ashtu si shumë të ri të asaj kohe, ai nuk pranoi të jetonte i nënshtruar kur Adheu kishte nevojë për bijtë e tij. Kenani erdhi nga Zvicra dhe zgjodhi rrugën më të lavdishme, rrugën e luftëtarit të lirisë. Ai u rreshtua në unën e drejtë historisë, në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke dhënë kontributin e tij deri në flijimin e jetës. E nderuara familja Halimi, dëshmorët nuk motën me vitet që jetuan, por me veprën që lanë pas. Jeta e Kenan Halimit ishte e shkurt, por e madhe në domethënie. Ai u bë pjesë e pavdekësisë së kombit tonë, pjesa ati brezi që e shkroi me gjak kapitullin më të lavdishëm të historisë sonë së re. Prandaj kjo shtatore nuk është vetëm e familjes Halimi, ajo është e gjithë qytetarëve të Vitis dhe Kosovës. Është e brezave që vinë pas nesh, është një mesazh i përhershëm se liria nuk erdhi rastësisht, por si rezultat i sakrificës së njerëzve si Kenan Halimi dhe mirat dëshmorë të tjerë të Kosovës. Të dashur nxënëse personal arsimor i shkollës Kenan Halimi, sër që do të kaloni pranë kësaj shtatore, kujtoni se liria që e gëzoni sot është trashëgimi e sakrificës e këtyre burra dhe grave. Kujtoni se Adheu ndërtohet me dije, me punë, dëshmëri dhe përkushtim. Sot ne po shënojmë edhe ditën e shkollës që me krenari mban emrin e dëshmorit Kenan Halimi. Kjo është një nder i madh për institucionet arsimore dhe një përgjegjësi e madhe për të gjithë ne. Në këtë rast duhet të shpreh urimet më të sinqerta për drejtorin e shkollës, për mësimdhënës, punëtorët e saj dhe për të gjithë nxënësit. Ju falenderoj për punën dhe për kushtimin tuaj në edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Mësuesit dhe arsimtarët janë bartësit e dijes dhe formuesit e karakterit të shoqërisë sonë, ndërsa nxënësit janë shpresa dhe armja e vendit tonë. Uroj që kjo shkollë të vazhdoj të jetë vatër e dijes, edukatës dhe suksesit, duke nxjerrë gjenerata që do të nderojnë emrin e dëshmorit që e mban. Mënyra më e mirë për ta respektuar veprën e Kenan Halimit është që të rinjët tanë të ecin përpara në rrugën e dijes, e të punës dhe të suksesit. Andaj në fond në emër të komunës së Vitis dhe të gjithë qytetarëve tanë, shpreh mirënjohjen më të thellë për familjen Halimi, për sakrificën e saj, për gjithçka që dha për Adheun. Lavdi e përjetshme dëshmorit kombit Kenan Halimi, lavdi të gjithë dëshmorëve të Kosovës
qofti përjetshëm kujtimi për ta. Kenan Halimit i kalon kufit lokal, sepse ajo është shkruar në themelet e shtetësisë së Republikës së Kosovës. E sot kemi nderin që në mesin ton të kemi Ministrin e Mbrojtjes, Zotrin Ejup Maqedonci, të cilin e ftoj për një fjalë rasti. Të nderuara familje e dëshmorit të kombit Kenan Halimi, të nderuara familje të dëshmorëve, nënkryetari i komunës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalja nga lufta, të dashur pjesëmarrës të këtij manifestimi të veçantë për fshatin Skifteraj, dhe për gjithë Kosovën. Sot jam i nderuar që jam bashkë me ju këtu në manifestimin, në përurimin e shtatorës së dëshmorit të kombit Kenan Halimi. Dëshmorët e kombit dhe herojnë të Kosovës përjetësuan të ardhmen tonë, përjetësuan lirinë e Kosovës me veprën, me gjakun dhe me jetën e tyre. Kurse për ne është shumë rëndësishme kur morim pjesë dhe jemi pjesë e këtyre aktiviteteve ku ne përjetësojmë veprën e dëshmorëve përmes zbulimit të shtatorëve dhe respektimit që ua bëjmë atyre dhe të ardhmës sonë. Normalisht që ne të gjallët në vazhdimsi duhet të nderojmë, duhet të kujtojmë veprën e dëshmorëve, duhet të jemi aty në ditët e tyre, duhet të shpalosim shtatore të tilla dhe të vizitojmë varrezat e dëshmorëve, mirë po kur nuk duhet të harrojmë që amaneti i vërtet i dëshmorëve dhe herojve të kombit nuk ishte të vendosim lulet e varret e tyre. Amaneti i vërtet i dëshmorëve dhe herojve të kombit ishte që të fuqizojmë, që të zhvillojmë shtetin, ushtrinë, që të zhvillojmë kombin tonë. Prandaj, si që ka thënë edhe poeti e heroi ynë Bahari Fazliu, mënyra më e mirë për të respektuar dëshmorët është të ecim në rrugën e tyre, të punojmë për Kosovën, të punojmë për kombin tonë, të punojmë për të ardhmen tonë. Vepra dhe jeta e dëshmorit të kombit Kenan Halimi është e veçantë, për faktin që la jetën e sigurt në Zvicër, erdhi dhe luftoi në Kosovë për lirinë e Kosovës, dhe veçantia është që arriti ta shohë ditën e çlirimit, por nuk arriti ta përjetoj lirinë e plotë të Kosovës. Pra, në të njëjtën ditë kur u çlirua Kosova, edhe ra dëshmor pa lirinë e plotë të vendit tonë, liri që erdhi fal sakrificës, fal luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, luftë drejtë, luftë pastër, luftë shembull për gjitha luftrat çlirimtare në botë. Për ne sot pra është e rëndësishme që të vlerësojmë, të kujtojmë veprën e dëshmorëve, punojmë që këto shtatorët vendosen pikërisht në lokacione të tilla, pra të shkollat ku fëmijët e ardhmja jonë do ta kenë udhërrëfyes veprën e dëshmorëve. Pra kur i kemi shtatorët brenda shkollave, kur i kemi në afërsi të vendeve ku rriten dhe zhvillohen fëmijët dhe të rinjtë tonë, ne u japim atyre edhe mundësi që të shohin përpara dhe të kenë udhërrëfyes pikërisht këta dëshmorë dhe veprën e tyre për rrugën e tyre personale në drejtim të zhvillimit tyre, por edhe të zhvillimit të vendit tonë. Edhe njëherë faleminderit shumë që na dhat mundësinë që të jemi këtu bashkë me ju sot në shpalosjen e shtatorës, lavdi jetës dhe veprës së herojit Kenan Halimi, lavdi gjithë dëshmorëve të fshatit Skifteraj, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit tonë, urime gjithë juve këtu për shtatorën sot. Faleminderit shumë. Faleminderit për fjalën, ministër. Tani në emër të shoqatave të dalja nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ftoj zotrin Gjevgjet Ademi, kryetari i familjeve të dëshmorëve në nivel lokal, që ta marrë fjalën.
Përshëndetje për gjithë ju të pranishëm, me lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të organizatat të dolla nga lufta e lavdishme e Ushtrisë Ligjore të Kosovës, Dega në vitit ju përshëndes në këtë manifestim në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit Kenan Halimi. Me lejoni që ju përshëndes në kryetarin e komunës, kryesuesin e kuvendit, asamblejnë e komunës Vetinës, ministrin në veçanti, ministrin e mbrojtjes, deputet, familjet të dëshmorëve, martirëve, veteran, invalid, drejtorin e shkollës, stafin e shkollës, nxënës dhe gjithë ju qytetarët të cilë jeni sot. To shtatore që e kemi sot për me zbulu, të nuk e nderojnë vetëm një dëshmor, për nderojnë gjithë dëshmorët e kombit, gjithë ato të cilët kanë liftu për këtë liri që sot përgëzojmë. Është një nderë edhe i veçantë edhe për mua që t'jam këtu prezent dhe ta shijoj këtë gjë të cilët e ka bo Këshilli Nicus me grupin e vetë i cili kanë financu projektin e shumë pritor, por edhe shkrujnë ato që kyes atje edhe në heret në emën të familje të dëshmorëve. Dhe shoqata dola nga lufta, dua t'ju falenderoj, por dua t'ju uroj edhe drejtorit të shkollës për ditën e shkollës e cila e mbon me krenari emrin e dëshmorit Kenan Halimi. Lavdi jetës dhe veprës se Kenan Halimi dhe gjithë dëshmorët e gjitha periudha dhe respekt për shlirimtarët dhe për gjithë ato kontribus të cilët na i sjellën lirinë. Faleminderit shumë. Përpara se të vazhdoj, dua të bëj një falendrim të veçantë për mysafirët të cilët janë sot këtu bashkë me ne, e që vinë nga qyteti i Suharekës, vendi ku edhe Kenani ka rënë dëshmor. Ata që luftuan dhe vënë themelet e lirisë bashkë me mijëra dëshmor, mbeten dëshmia më e mirë e luftës sonë të lavdishme për liri. Andaj, ftoj komandantin e brigadës 123 Kitrat, zotrin Blerim Kuqi, për një fjalë raste. Të nderuar të pranishëm, të nderuar nxënës, ju arsimtar të shkollës Kenan Halimi. Unë jam Blerim Kuqi, bashkëluftari i dëshmorit Kenan Halimi. Të nderuar bashkëluftar të Kenanit, në emër të gjithë juve dhe timin, dua t'i përshëndes me përulje familjarët të dëshmorit Kenan Halimi. Përshëndetje nga zemra. Me 28 nëntor 1998, a erdhi, a i hyri. Ditën e flamurit bashkë me shumë shok të ti a i erdhi. Dhe për një qast, vetëm për një qast, a i ndalë mune majen më të lartë të bjeshkve të pashtrikut. Dhe tha, unë babë erdha, me pushk në dorë erdha. Erdha për ty, babë, erdha për ty, nonë. Për ty shkolla ime, erdha për ty viti, për ty Therant, për ty Kosova ime, për ty Dardani erdha. Erdha me Enverin, Rëmzin, Gëzimin, me Blerimat erdha. O, bashkë me Gjaferin, me Medi Gjaferin erdha. Bashkë ditën e flamurit erdha. Dhe Kenani erdhi me flamurin kombëtar në Ballë, me flamurin e Gjergjit të Ismail Bey Vlorës. Jo rastisht ditën e flamurit Kenani erdhi. Erdhi bashkë me 13 qershorin. Erdhi mut ditën e shlirimit. Erdhi bashkë me lapidar në qendër të Therandës. Erdhi me emër rrugë atje në Suharik. Erdhi me emër shkollë këtu, si skifter erdhi. E sot
Me 13 qershor 2026, Kenani erdhi me shtatore. Për ta volos lavdin e luftës së UÇK-s, për ta rikujtu e mos harru kur të lavdishmen brigadën 123. Erdhi Kenan Halimi dhe hyri thellë në historinë tonë kombëtare. Lavdi Kenan Halimit, lavdi dëshmorëve. Ju falenderoj. Ruajtja e trashëgimisë sonë historike dhe kulturore është një mision i vazhdueshëm. Drejtori për kulturë, rini dhe sport në Vitiz, zotri Valmir Sahiti, është njëri nga ata persona që në vazhdimsi mbështet nisma të tilla që pasurojnë historinë tonë. Andaj ftoj zotrin Sahiti që ta marrë fjalën. Shumë nderuar pranishëm nënkryetar i Komunës Vitiz, kryesuesi i Kuvendit Komunal, i nderuar Ministri i Mbrojtjes, të nderuar përfaqësues të organizatave të dala nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, deputet, musafir nga Suarika, shumë nderuar pranishëm bashkëvendas e qytetarë të Vitiz. Kënaqësia e jashtëzakonshme të jemi bashkë sot në një ceremoni sa emocionale aq edhe krenare. Në përurimin e shtatorës së dëshmorit kombit Kenan Halimi, një djali që kishte vendosur që jetën e tij t'i adhuroj lirisë së Kosovës. Dua të uroj gjithëve mirëseardhje, pa dallim, nga gjitha trojet shqiptare këtu në Skifteraj. Skifterajin e Kenan Halimit, të Hoxhë Jono Zenjullahut, të Bafti Haxhiut e Shabikajullit, Mehmet e Selami Ismailit. Në një vend kundër breza, mikpritja e vlerat kombëtare ka qenë vlera e pasuria më e madhe. Jemi rreth 6 muaj pas përurimit të obeliskut të shkronjave të UÇK-s e sot po e përurojmë shtatorin e Kenan Halimit. Motëja jone përbashkët, e gjithë këshillit initues, e gjithë bashkëvendasve të Skifterajt ka qenë bashk i dalim. E sot jemi bashk në përurimin e kësaj shtatore, e cila nuk është thjesht një monument prej bronzi e breguri, por mbi gjitha është kujtesë e skaluarës. Mbi gjitha është kujtesë se liria e këtij populli është paguar me gjak, me sakrificë ca të panumërta. Prandaj ne brezi atyre që kemi pasur fatin ta shijojnë lirinë e Kosovës, e kemi detyrë mbi detyrat ta ruajmë si amanetin më të shtrenjtë, kujtimin për dëshmorët, për invalidët e për veteranët, sepse liria e Kosovës e ka veç një emër. Emri i saj është UÇK. Kosova dje festoi 27 vjetorin e çlirimit, nesër Vitinja e feston 27 vjetorin e çlirimit të saj, e jam i bindur që do t'jetë për vjetori i fundit ku Vitinja e Kosova e festojnë pa çlirimtarët, pa herojt e tyre që po mbahen pa drejtësisht në hak. Urime dita e shkollës, urime shtatorja e herojit Kenan Halimi, mbi gjitha urime stafit arsimor e nxënësve që janë brezi së ardhmës së Republikës. Lavdi e përjetshme dëshmorit kombit Kenan Halimi, lavdi e përjetshme gjithë dëshmorëve të kombit, nderim e respekt i përjetshëm familjeve të dëshmorëve, invalidëve e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju faleminderit. Bashkëluftëtarët e Kenanit gjithmonë ne kujtojnë mundin dhe sakrificën e gjithë dëshmorëve dhe atyre që luftuan për lirinë e Kosovës. Prandaj në emër të veteranëve të fshatit Skifteraj, fjalën ja kaloj zotrit Gyner Kamberi. Përshëndetje të gjithë pranishmit, një përshëndetje veçantë për familjen e dëshmorit Kenan Halimi dhe për gjithë familjet e dëshmorëve që janë prezent këtu. Përshëndetje edhe për invalidët dhe veteranët e luftës, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, një ashtu
përshëndesëm në mënyrë të veçantë Ministrin e Sigurisë Kosovës, zotin Ejob Maqadansi, nëngratarin e komunës, kryetarin e Kuvendit Komunal në Viti dhe gjithë të pranishmit, ju urojmë një ditë të marë dhe të mirë në zbulimin e shtatorës së heroit tonë të fshatit Skifteraj Kenan Halimi. Lavdi dëshmorit Kenan Halimi, lavdi gjithë dëshmorëve të Kosovës, urime shkollës Kenan Halimi ditën e përurimit. Zumar. Të nderuar të pranishëm, më e rënda për njëkohësisht më kryelarta fjalë sot është fjala e familjes. Ata që rritën një trim, sot po ja falin atë përjetësisë dhe historisë. Ju qoftë e lehtë rruga e krenarisë, sepse dhimbjen e madhe e keni kthyer në forcë për mbar kombin. E në emër të familjes së dëshmorit Kenan Halimi, ftoj zonjën Arta Halimi që ta marrë fjalën. Shëndetje, me respekt dhe mirënjohje të thellë, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që keni kontribu në ngritjen e shtatorës së herojit Kenan Halimit, që keni nisë këtë nismë për më bu për një simbol i përjetshëm i veprës dhe kujtimit përjetshëm së tij. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve që keni kontribu në çfarëdo lloj forme, qoftë monetare, qoftë të mbështet këtë organizim, e vlerësojmë shumë dhe jemi mirënjohës për jetë. Falënderimi ju takon organizatorëve të fshatit, drejtorisë së shkollës, organizatorëve të turnirit, po ashtu iniciatorëve që kanë fillimisht e kanë inicu realizimin e kësaj vepre, ngritjes së shtatorës. Vepra e Kenanit është një lavdi e përjetshme, se sakrifica e tij mbetet frymëzim për të gjithë neve dhe na tregon se çmimi i lirisë sa i lartë është. Megjithatë, vepra juve që keni bërë për organizimin e krejt për mos më harru asnjëherë emri i tij, është e çmuar shumë për neve si familje, po besoj që edhe si shtet. Kjo tregon sa të bashkum jem, edhe nuk i harrojmë luftën tonë, njerëz që kanë kontribu. Falenderoj edhe miqtë tanë Suarekës, po ashtu luftëtarët e Kenës që kanë gjetë kohët më ardh. Falenderojmë gjithë për përkushtimin, bashkimin edhe kontributin. Qoftë i përjetshëm kujtimi dhe lavdia e Kenës. Faleminderit. Të falemderit për fjalën zonja Arta. Krenaria juaj, krenaria e familjes suaj është krenaria e gjithë Kosovës dhe popullit shqiptar. Tani vazhdojmë me programin artistik, ku ftoj Besjana Abazin, e cila do të performoj një këngë kushtuar dëshmorit Kenan Halimi, këngë e orkestruar nga Fiti Melezi me tekst shkrues Shota Ramadani Poroshtica. Dëgjim të këndshëm. Ti që mi dhe
krahët e liris. O Kenan e vit, je aq do vend, për Kosovë e Shqipëri, ti je përmend. Dëshmori pa vdekja, je në histori, luftove për t'madhen në Shqipëri. O Kenan e vit, je aq do vend, për Kosovë e Shqipëri, ti je përmend. Dëshmori pa vdekja, je në histori, luftove për t'madhen në Shqipëri. Lapidari flet me gurë me fjallë, për trimit që u bodrit si djali i rallë. Skifteraj, emrin shkoll po i ronë. O, i gjithë brezi për Kenanin në mëson. Thot kanga, historia dhe posim. O Kenan e vrit, je aq do vend, për Kosovë e Shqipëri, ti je përmend. Dëshmori pa vdekja, je në histori, luftove për t'madhen në Shqipëri. O Kenan e vit, je aq do vend, për Kosovë e Shqipëri, ti je përmend. Dëshmori pa vdekja, je në histori, luftove për t'madhen në Shqipëri. Ka zëra që janë bërë vetë kolonë zanore e historisë sonë më tre. Sot kemi kënaqësinë e veçantë që në mesin tonë kemi një prej zërave më të fuqishëm të këngës shqipe, këngëtarin e mirënjohur, zotrin Ismet Bexheti, të cilin ju ftoj ta mirëpresim me duar trokitje. O
Unë jam Dardan Dheu, i lindur e i rritur në këto troje. Për moshatar kam djelin dhe hënën, flas gjuhën e Shqipëve. Jam shqiptar e kosovarës, zot e krenar. Mbi këtë dhe që kam si fe, kam vatan e kam atë dhe. Unë jam këtu, kur s'kish njeri, s'kish kufye, s'kish njeri, të nga një det, në tjetrin det, isha zot vetë. Të tjere të ardhen këtu. I prita me mirësi, buk, krip e zemër. Ata u sonën si barbarë, na pushtuan, na qoptuan, na ndanë, anë me kam votës na shpërndan, deshën na shdukin nga kjo tokë, nga kjo tokë që dhe Zotin e udhroi. Qëndrova, rezistova, ndihmë kërkova, mbështetje, të drejta njerëzore, në përtyr të botës trokita, Bruxelles, Paris, Londër, Rom, Washington, New York, fola me lutjet e Nën Terezës. Rezistova me qëndresën e Adem Demaqit. Fola me urtësin e Femia Ganit. Durova me vizionin e Ibrahim Rogovës. Por kur erdhi koha, u përgjegja me pushkën e Adem Jasharit. Ka një pushtë për mua Mushter shënësyt, lirin tënde t'u ndrue, madh ku qoftë gjaku im, nësën vrasin pa luftue. Kur kara kushtimi Kosovë, u bashkon qytete katun, edhe bjeshkët me malsor. U bashkun qytete katun, edhe bjeshkët me malsor. U bashkun qytete katun, pushka tok me të shur, na pushka tok me të shmur, me t'marrë jo në Kosovë, me t'marrë jo për qëtëmor. Me t'marrë jo në Kosovë, me t'marrë. E di, për ju për mua jeni këtu. Erdha të çmallë me ju. Ka marrë malli, ti ndrojmë disa fjalë. Me kujtohet, kjo bërë i shkollës ku luanim në fushën e baltosur nga shiu që s'ditë të ndaltë. Kjo bori në mbushur me fillorist, të cilët vendonin e ndronin të bëhen mjek
inxhinier, mësues e kursës si mërgjimtar. E unë pikërisht mërgjimtar u vera, pra dëshirën time. E sa vështire pata, më mungonin shokët e klasës, arsimtarët, më mungonin rrugët e fshatit të mbushura me bërti, dhe mizipritja të kthehen një ditë. Pritja në thjerja, isha sigur që do të mje. Kthehu o Kenan, kthehu se erdi koha. Dhe koha erdi, ajo thirrje këmbojnë vesh në zemër, dhe erdha, lash, Kugler, Zhyra, Le Mans, Salev, Mercedesin e barë si bora, një jetë luksoze, erdha se me thirrja të dheu. Fluturimti nga helvetet fluturoha mbi majën e pashtrikut. Malet i kishte mbuluar bora. Prit me tha, prit sa të del pranvera. Qelë behari del dushku, se këtej pari ka hordhit e egra. Të përes të djenë pranvera? Jo, kur atë dhe u thret, i përgjigjemi me rufe, o sot do kur, sa tje në Kastërc, me presin kitrat, i thash, s'me ndalë fortunas Morlan, dhe Zoti verë ma bëri. U shkri borë nga jo energji rinore, me dy hapa kalova malet e pashtrikut. Bershanc, Kastërc, Semetisht, Dobërdalan, Peçan, Reshan, i Varshova, ditënet, duke pritur dhe duke dhënë lajmet se po vije fitoria. Liria po afrohej dhe pikërisht sot e 27 vite me parë, nga Peçani hym në qytet dhe së bashku me Danin ngritëm flamurin e Suharekës ja fala jetën që sot të thrasin në Therand. Dhe ja erdha sot përsëri, erdha i kalitër me bronz. Jam thëmë pra jush, në këtë gurë Gollaku, në Skifteraj, roje rrës Karadakut, me trupin tim svigan sy pa trembur, vërshoj 3 shkronjat e uqëkës dhe me thyrin e Shqiponjës e shofë rrafshin e Kosovës. Gjak nuk thamë damar, atë mbodha në temelet e lirisë, së bashku me Mehdi Gjaferin e Endrit Carën, Hoxh Gjonuzi Bafti Haxhiun, Bajrami Gurse Sulejmanin, Agim Ramadanin, Sali Qekun, Zahir Pajazitin e komandant Adem Jasharin. Po ishini këto reze dite që rrezojnë mbi këto troje. Janë rrezatimi gjakut tonë të njohur që dhanë për lirinë e Kosovës. Avdi, Güner, Arif, Same, Metush, amanet e kini. Blerim, Enver, amanet e kini, mos lejoni të shkelet mbi gjakun e dëshmorëve, se ata që shkelin gjakun e dëshmorëve, i mallkon loti nënëve, i mallkon edhe Zoti.
për zhjivën që ta kam dhënë. Të një vërë, mos me qaj, kam dhënë jetën për vatan e për flamur. Për flamurin kuqëzi, kam dhënë jetën për shqiptari. Dhe ju moj nanat kosovare, latë mos helni për bivare. Gjdo dorë vajze, gjdo dorë burri, për Kosovën shtiz flamuri. Ju moj nanat e kosovarve, latë mos helni o për bivare. Gjdo dorë vajze, gjdo dorë burri, për Kosovo. Për Kosovën shtiz flamuri, o hej. Të nderuar të pranishëm, pas këtyre emocioneve që përjetuam nga kjo performancë e Zotrit Sadiku, kemi arritur në momentin më kulminant, për cilin edhe jemi mbledhur sot. Atë të zbulimit të shtatorës së dëshmorit Kenan Halimi. Andaj, ftoj Ministrin e Mbrojtjes, Zotrin Ejub Maqedonci, nënkretarin e Komunës së Vitis, Zotrin Hasan Aliu, kryetarin e OVL-UÇK-s në Vitis, Zotrin Idris Shuni, përfaqësues i familjes Halimi, drejtorin e shkollës, Zotrin Eshler Sadiku, Enver Rustemin, Abdil Exhepin, Uk Salihun, Shaqir Shaqirin dhe një përfaqësues nga Suhareka që të afrohen afër monumentit. Teksa vlen të përmendet që ky monument është krijuar, është punuar nga duart e arta të skulptorit Agon Qosa. Lejoni që të ftoj edhe Zotrin Jetën Ramadani. Përndryshe është djali i Agim Ramadanit, Kapanës. Da, mi piace di più. Jam këtu do t'i lem babadin Gjersemali dhe kërë majtë në kërë sëri. Këtu do të qëndrojnë në këtë gjurë, Valato, këto rës Kanadato. Jetën la fala adëleut, emri dhe vepra në shtua në përjetësi, e ju gëzon e lirin. Lëkëtie përjetshme veprës dhe jetës së dëshmorit Kenan Halimi. Duhet përmendur se me instrument në përcjeli edhe nxënësja Aldina Sadiku, cilën e falenderojmë. Të nderuar pjesëmarrës, shtatoret nuk ndërtohen për të vdekurit. Ata ndërtohen për gjallët. Që fëmijët tonë kur kalojnë këtu, ta dinë se sa shtrenjtë peshon dhe kushton Ilia. Që ta dinë se skifteraj, Vitia dhe mbar Kosova ka pasur, ka dhe do të ketë gjithmonë djem e vajza që i dalin zot kësaj toke. Ju falenderojmë nga zemrat të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj sot në këtë manifestim që përmbush memorien tonë kombëtare. Kenani dhe gjithë dëshmorët e tjerë
Po e përmendje edhe njëherë, janë liria që ne e jetojmë sot. Për fund, ju ftoj për një buke i rasti, cili do mbahet në hallin e shkollës, i përgatitur nga këshilli organizator. Po ashtu, jeni të mirëpritur të bëni homazhe dhe fotografi pranë shtatorës së sapo shfalosur. Ju falenderit e miru ta kofshim në organizimet e tjera. Rasa e zonë du t'jetë kushtri